Nëse shikoni një hartë botërore, një anomali gjeografike bie menjëherë në sy. Në skajin më perëndimor të Evropës, Spanja ndodhet jashtëzakonisht pranë Marokut, duke krijuar një portë natyrore drejt kontinentit të madh afrikan. Ky vend, i njohur si ngushtica e Gibraltarit, ndan dy masa të mëdha toksore, me vetëm 14 kilometër ujë. Në pamje të parë, duket si vendi ideal për të ndërtuar një lidhje. Një tren me shpejtësi të lartë mund ta përshkronte këtë distancë për vetëm 3 minuta. Megjithatë, gjatë gjithë historisë njerëzore, këtu nuk është ndërtuar asnjë ur. Europa dhe Afrika vazhdojnë të mbeten fizikisht të ndara. Kjo ngre një pyetje themelore: përse disa nga inxhinierët më të mëdhenj në botë kanë dështuar vazhdimisht në këtë vend? Në vitin 1991, një anije shkencore hodhi Spirancën në ngushticën e Gibraltarit me një mision që dukej i thjeshtë. Ekipi synonte të shponte 5 metra në fundin e detit për të marrë mostra toke për themelet e ardhshme të një ure. Operacioni filloi normalisht me motorët që punonin në mënyrë të qëndrueshme dhe inxhinierët që prisnin rezultatet. Papritur, situata ndryshoi në mënyrë dramatike. Anija e madhe filloi të lëkundej me forcë, sikur të ishte një objekt i lehtë i kapur nga një rrymë e fuqishme. Kabloja çeliku e shpimit u tendos në maksimum, duke rrezikuar të shkatronte kuvertën. Duke kuptuar rrezikun, kapiteni urdhëroi prerjen e menjëhershme të kablove. Anija nuk mund të qëndronte pa lëvizshme as për disa minuta. Ky incident nxiti spekulime lokale, ku marinarët e përshkruanin ngushticën si një zonë anormale, ku ligjet e natyrës dukeshin se nuk funksiononin. Megjithatë, kërkimet shkencore zbuluan një shpjegim shumë më bindës. Ngushtica e Gibraltarit funksionon si një ujvar gjigande në ujore. Në njërin anë ndodhet deti Mesdhe, ku uji është i ngrohtë, shumë i kripur dhe i dendur për shkak të avullimit. Në anën tjetër ndodhet Oqeani Atlantik, me ujë më të ftohtë dhe më pak të dendur. Kur këto dy masa uji takohen në një hapësirë të ngushtë, krijohet një paqëndrueshmëri ekstreme. Uji më i lehtë i Atlantikut rrjedh sipër, ndërsa uji më i rëndë i Mesdheut fundoset me forcë të madhe. Ky ndërveprim krijon rryma vertikale shumë të fuqishme, të afta të tërheqin objekte poshtë ose të shtyjnë ato lart në mënyrë të papritur. I kombinuar me era stuhie që arrin shpejtësi deri në 108 km/orë, stabiliteti në këtë zonë bëhet pothuajse i pamundur. Përballë këtyre sfidave, disa vizionar propozuan zgjidhje radikale. Në vitet 1920, arkitekti gjerman Hermann Sorgel prezantoi një projekt ambicioz të quajtur Atlantropa. Plani i tij parashikonte ndërtimin e një dige gjigande në ngushticën e Gibraltarit dhe uljen në nivelit të detit Mesdhe me 200 metra. Kjo do të zbulonte sipërfaqe të mëdha të shtratit detar, do të krijonte toka të reja dhe do të lidhte përgjithmonë Europën me Afrikën. Propozimi u prit me interes, por edhe me kritika të forta. Edhe pse teknikisht i detajuar, ai ngriti shqetësime serioze për shkatrimin e mjedisit. Pasi brigjet e Mesdheut do të shndërroheshin në një shkëtëtir të kripur. Kostoja gjithashtu do të i kalonte buxhetet e kombinuara të shumë vendeve europiane. Në fund, projekti u braktis. Dekada më vonë u shfaqën konceptet të reja. Arkitekti Eugene Sui propozoi një ulje ndruese që nuk do të mbështetej fare në fundin e detit. Projekti i tij parashikonte një strukturë që qëndron mbi sipërfaqen e oqeanit, zhytet pjesërisht në një tunel në New York prej 3 kilometrash për të lejuar kalimin e anijeve. Dhe më pas ngrihet sërish si një ishull gjigant lundrues. Ky ishull do të përfshinte ndërtesa, parqe
dhe sisteme energjie, duke nqarë me një qytet futuristik mbi ujë. Megjithse ideja tërhoqi vëmendje, ai u përball me dy pengesa kryesore: kosto ekstreme dhe kushte të ashpra mjedisore. Në fillim të viteve 2000, inxhinierë me përvojë, shumë prej të cilëve kishin përfunduar me sukses tunelin nën kanalin anglez midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës, u përqendruan në ngushticën e Gibraltarit. Të sigurt në aftësitë e tyre, ata fillimisht e konsideruan kalimin prej 14 kilometrash si një sfidë të menaxhueshme, krahasuar me tunelin 50 kilometër nën kanalin anglez. Megjithatë, skanimet e detajuara me sonar të shtratit të detit zbuluan një realitet shumë më kompleks. Në vend të një baze të qëndrueshme dhe të njëtrajtshme, inxhinierët zbuluan një hendek të thellë dhe të parregullt në New York. Terreni dukej i qarë, sikur një forcë e madhe kishte krijuar një kanjon të thepisur midis Europës dhe Afrikës. Ky formacion gjeologjik e bëri ndërtimin shumë të vështirë dhe të paparashikueshëm. Edhe pse u shfaqën teori spekulative për struktura të fshehura apo fenomene të panjohura, sfida reale qëndronte në vetë kushtet natyrore të ngushticës. Në fund, inxhinierët kuptuan se pengesa kryesore nuk ishte thjesht uji mbi sipërfaqe, por mjedisi i paqëndrueshëm dhe i ashpër poshtë tij. Raportet gjeologjike shkatruan shpejt çdo optimizëm të mbetur. Thellësia e ngushticës së Gibraltarit në rrugën më të shkurtër arrin rreth 900 metra. Për të kuptuar këtë përmas, duhet të merret parasysh se kanali anglez ka vetëm rreth 76 metra thellësi. Këtu, inxhinierët përballeshin me një humner gati 1 kilometër të thellë. Ndërtimi një ure klasike në këto kushte do të kërkon të shtylla mbajtëse sa 3 kulla Eiffel të vendosura njëra mbi tjetrën. Ruajtja e stabilitetit të një strukture të tillë në rryma kaotike dhe të kundërta do të ishte e pamundur, pasi forca e ujit do ta përmbyste lehtësisht. Ideja për të shpuar një tunel të thellë në tokë të fortë u hodh gjithashtu poshtë. Në këto thellësi, presioni i ujit është ekstrem. Javë të shtyp një fuqi metalike bosh brenda një çasti. Për më tepër, fundi i detit përbëhet nga shkëmbë jashtëzakonisht i dendur, i formuar nën presion të madh për miliona vite. Shpimi i këtij materiali në një thellësi prej 900 metrash do të ishte i krahasueshëm me përpjekjen për të çarë një mur betoni me një mjet plastik, ndërsa mbi ju ushtrohet një forcë e fuqishme. Asnjë pajisje moderne për hapjen e tuneleve nuk do të mund t'i përballonte këto kushte. Megjithatë, këto sfida, edhe pse të rënda, mbeteshin teknike dhe teorikisht të zgjidhshme me kalimin e kohës. Pengesa e vërtet qëndronte më thellë dhe ishte shumë më rrezikshme. Ai ishte dinamike, e paparashikueshme dhe e gjallë në kuptimin e lëvizjes së vazhdueshme gjeologjike. Në vitin 2004, qyteti maroken Al Hokeima u godit nga një tërmet i fuqishëm me magnitudë mbi 6 ballë. Gati 2 dekada më vonë, në vitin 2023, rajoni përjetoi një tjetër ngjarje sismike shkatruese. Në të dy rastet, toka u zhvendos me dhunë, duke kthyer ndërtesat moderne në rrënoja brenda pak sekondash. Këto ngjarje i detyruan inxhinierët ta rishikonin ngushticën e Gibraltarit nga një këndvështrim krejtësisht i ri. Sismologët dhanë një shpjegim të qartë. Në ngushticë ndodhet një vijë aktive thyrje që shënon kufirin midis pllakave tektonike afrikane dhe euroaziatike. Këto nuk janë masa toke të palëvizshme. Pllaka afrikane lëviz ngadalë, por vazhdimisht drejt veriut, duke shtyrë Europën. Kjo forcë e jashtëzakonshme ka formuar dikur vargje të mëdha malore dhe vazhdon të krijojë tension tektonik që lirohet her pas here në formën e tërmeteve. Ndërtimi i një ure tradicionale në një mjedis të tillë do të ishte thellësisht i paqëndrueshëm. Një pjesë e mbështetjeve
do të qëndronte mbi pllakën euroaziatike, ndërsa pjesa tjetër mbi pllakën afrikane. Edhe zhvendosjet të vogla për disa dhjetëra centimetrash do të mund të shkaktonin dështim të madh strukturor, duke thyrë mbështetëset dhe rrezuar të gjithë urën. Një tunel i ngurt në New York do të përballej me rreziqe të ngjashme, pasi lëvizjet tektonike mund ta çanin atë, duke lejuar depërtimin e ujit me pasoja katastrofike. Rruga më e shkurtër, prej 14 kilometër, që dikur dukej ideale, u vlerësua përfundimisht si shumë e rrezikshme. Inxhinierët arritën në përfundimin se zgjidhja më e sigurt kërkonte braktisjen e rrugës direkte dhe shqyrtimin e një alternative më të gjatë, por më të qëndrueshme. Në vitin 2005, një ekspeditë e re shënoi një pikë these. Një anije kërkimore e pajisur me teknologji të avancuar, shmangu qëllimisht kalimin më të shkurtër dhe eksploroi një rrugë më të gjerë drejt Atlantikut. Pas skanimeve të gjera, shkencëtarët zbuluan një shteg më të përshtatshëm, të njohur si pragu i Kamarinalit. Ky rrugëtim është rreth 28 kilometra, dyfishi i distancës fillestare, por ofron kushte dukshëm më të favorshme. Të dhënat treguan se thellësia në këtë zonë është rreth 300 metra, në vend të 900. Më e rëndësishmja, fundi i detit përbëhet nga shtresa të trasha argjile dhe rëre, në vend të shkëmbit të fortë. Edhe pse ky material nuk është i përshtatshëm për mbështetjen e strukturave të rënda si urat, ai ofron një avantazh të madh për ndërtimin e tuneleve. Argjila është më fleksibël dhe mund të thithë lëvizjet sismike, duke vepruar si një amortizues natyror gjatë tërmeteve. Në vend që të çahet, ajo ngjeshet dhe zhvendoset, duke ulur stresin mbi strukturat e ndërtuara. Si rezultat, inxhinierët hoqën dorë plotësisht nga ideja e ndërtimit të një ure dhe u përqendruan në ndërtimin e një tuneli të thellë nëntoksor. Ky plan i ri shfrytëzon vetitë e shtratit më të butë të detit për të rritur sigurinë dhe realizueshmërinë. Në vitin 2023, Spanja dhe Maroku nënshkruan një marrëveshje zyrtare për rifillimin e projektit. Projekti përfshin 3 tunele paralele, 2 të dedikuar për trenat me shpejtësi të lartë që do të udhëtojnë me mbi 200 km/h dhe një tunel qendror për mirëmbajtje, ventilim dhe evakuim emergjent. Kjo histori e gjatë përpjekjesh për të lidhur Europën dhe Afrikën tregon një të vërtetë themelore. Pavarësisht përparimeve teknologjike, natyra është ajo që përcakton kufijtë e mundësisë. Ngushtica e Gibraltarit ka dëshmuar se projektet e mëdha inxhinierike duhet të punojnë në harmoni me kushtet natyrore dhe jo të përpiqen të imponohen atyre. Ky projekt nuk përfaqëson vetëm një lidhje fizike midis kontinenteve, por edhe një ndryshim në qasje, një qasje e bazuar në përshtatje, këmbëngulje dhe një kuptim më të thellë të forcave të planetit. Nëse realizohet, trenat e parë mund të fillojnë operimin rreth vitit 2040, duke shënuar një moment transformues në infrastrukturën globale. Nëse doni të zbuloni më shumë histori të jashtëzakonshme për botën tonë dhe të kuptoni forcat e fshehura që e formsojnë atë, sigurohuni të abonoheni dhe të ndiqni për përmbajtje të tjera në vazhdim. Faleminderit për shikimin.